Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku me urdhër të prerë, para se të hani banane esëll, duhet ta dëgjoni këtë lajm. Nuk është sekret që frutat dhe vitaminat që bananet përmbajnë janë shumë të rëndësishme për shëndetin tonë. Konsumi i tyre çdo ditë do të sjellë përfitime të mëdha për trupin tuaj, duke ndikuar drejt për së drejti në organizëm, por nëse e konsumoni atë me stomakun bosh, po bëni një gabim të madh, pasi mund të ndikojë drejt për së drejti edhe në problemet e trupit tuaj. Sipas Health.com do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do t'i ofrojë në trupin tuaj konsumi i bananeve çdo ditë, dhe gjithashtu benefitet që trupi juaj do t'i ketë nga përdorimi i tyre vazhdimisht. Sipas ekspertëve, bananet pasurojnë në trupin tonë me kalium dhe duhet të jenë pjesë të dietave tona të përditshme. Kaliumi është një lëndë ushqyese kritike që gjendet në çdo qelizë të trupit. Ai e përdor atë për të gjeneruar ngarkesa elektrike që mbajnë qelizat të funksionojnë në mënyrën e duhur. Gjithashtu ndihmon edhe për të mbajtur ritmin e zemrës të qëndrueshëm. Ekspertët këshillojnë që të hani 1 deri në 2 banane çdo ditë. Nga konsumi i 2 bananeve në ditë do të merrni 900 mg kalium, të cilat janë shumë të rëndësishme për shëndetin tuaj kardiak, duke përmirësuar kështu edhe ritmet e zemrës dhe duke përmirësuar organizmin. Ekspertët këshillojnë se konsumi i kaliumit vazhdimisht nga frutat siç është banania do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të evituar edhe komplikacionet që mund të lindin në shëndet nga marrja e suplementeve. Konsumi i bananeve ndihmon që të keni edhe një presion të gjakut në nivele të shëndetshme. Shumica prej nesh mendojnë se natriumi, kur bëhet fjala për presionin e gjakut, ndikon negativisht. Në fakt, është një ekuilibër i natriumit dhe kaliumit që ndihmon për një presion të gjakut të shëndetshëm, dhe konsumi i bananeve në dietën tuaj do të mundësojë një ritëm më të mirë të shëndetit tuaj, sidomos në tensionin e lartë. Ekspertët këshillojnë se nëse doni një presion të gjakut në nivele të shëndetshme, banania duhet të jetë çelës i ushqimeve tuaja të shëndetshme. Ky frut egzotik është një zgjidhje shumë e mirë edhe për të mundësuar nivelet të duhura të kaliumit që ndihmojnë në stabilizimin e luhatjeve të tensionit. Gjithashtu, konsumi i bananeve në dietën tuaj mund të ndihmojë në uljen e rrezikut kundër radikaleve të lira. Të konsumos sa më shumë perime dhe fruta do të ulë rrezikun e sëmundjeve të zemrës, gjithashtu edhe kundër problemeve kundër radikaleve të lira. Kjo sepse bananet janë të pasura me lëndë ushqyese që janë edhe një mbrojtje më e mirë kundër shqetësimeve tuaja kundër këtyre radikaleve. Radikalet e lira në qoftë se pushtojnë në trupin tuaj mund të krijojnë komplikacione nga më të ndryshmet, duke ndikuar drejt për së drejti edhe në aktivitetet tuaja vitale. Mbajnë larg problemet e zemrës. Natriumi gjithashtu ndikon negativisht tek zemra. Të merrni më shumë kalium dhe të nxirrni natriumin është një ndryshim i vetëm që duhet të bëni për të minimizuar problemet kardiovaskulare. Bananet ndihmojnë që të keni një zemër më të shëndetshme me anë të fibrave dhe vitaminës C dhe vitaminës B6 që ato përmbajnë. Kështu do të ndihmojnë në stabilizimin e niveleve të rrahjeve të zemrës dhe përmirësimin e qarkullimit të gjakut. Pavarësisht këtyre dobive, disa njerëz nuk duhet i konsumojnë përdit bananet. Këtu bëjnë pjesë ato që marrin ilaçe për problemet e zemrës, ato që kanë ilaçe që sillen në rritjen e niveleve të kaliumit në trup dhe nivele shumë të larta të kaliumit, pasi sjellin probleme serioze. Gjithashtu për njerëzit që kanë migren këshillohet vetëm një gjysmë banane në ditë. Për njerëzit që kanë alergji, të qëndrojnë sa më shumë larg nga bananet, pasi mund të ndikojnë në rritjen e alergjive të tyre. Një gjë që duhet të keni parasysh sa herë që konsumoni banane është gjithmonë ta dini se bananet asesi nuk duhet të konsumohen në stomakun bosh, pasi mund të nxisin edhe shkaktimin e problemeve të urthit dhe gjithashtu të ndikojnë drejt për së drejti në tretjen e stomakut. Përpara se të konsumoni banane, duhet të keni ngrënë në mëngjes ose të paktën edhe një fet bukë. Vetëm kështu do të merrni përfitimet të rëndësishme që ato ofrojnë. Bananet janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që merren me aktivitete fizike. Ekspertët kanë këshilluar se konsumi 1 deri në 2 banane në ditë do të furnizojë trupin tuaj me element ushqyes shumë të rëndësishëm, të cilët ndikojnë drejt për së drejti në aktivitetet tuaja. Bananet janë një frut egzotik,
me veprim anti-inflamator me përfitime të mira edhe në uljen e radikaleve të lira në trup. Ato janë një ushqim i rëndësishëm për trupin pasi janë të pasur me vitamina dhe minerale që ndihmojnë në parandalimin e shumë komplikacioneve. Gjithashtu, nëse doni të përfitoni më shumë për shëndetin tuaj, sidomos edhe të ndjeheni më të ngopur, banania është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Ato janë një simbol i mirëqenies dhe gjithashtu konsumi e tyre vazhdimisht, gjithashtu pasi të keni ngrënë diçka mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë. Fibra dhe elemente të shumtë ushqyes që gjenden tek banania ndihmojnë në sistemin tretës dhe mirëqenien e tij. Një banane në ditë do të ofrojë nivele të mira të fibrave të cilat ndihmojnë edhe kundër problemeve të organizmit, sidomos edhe problemeve me stomakun. Por nëse tashmë ju keni nisur një regjim ushqimor të pasur me fibër, atëherë bananet nuk janë një zgjidhje e gabuar. Konsumi i tyre në mënyrë rigoroze nga 1 deri në 2 banane në ditë mund t'i ofrojë një mbrojtje trupit tuaj kundër shqetësimeve të stomakut. Gjithmonë bananet nuk duhet i konsumoni esëll, por pasi të keni ngrënë mëngjes ose pas vakteve ushqyese. Bananet konsiderohen një ushqim që sjellin shumë energji. Ato janë të pasura me element ushqimor siç janë fibrat, vitaminat dhe mineralet, të cilat nxisin edhe një metabolizëm të shëndetshëm. Nëse ju e teproni me bananet, atëherë do t'i ofroni trupit edhe më shumë kalori. Ekspertët të cilëve u referohemi sipas health.com thonë se çelësi i suksesit të mirëmbajtjes së një peshe trupore është të ndaloni së ngrëni sapo të ndjeheni të ngopur. Nëse ju hani banane me tepri, ato mund të ndikojnë negativisht, por konsumi 1 deri në 2 banane çdo ditë mund të sjellë trupit tuaj të gjithë elementet ushqyes që janë potasiumi, kaliumi dhe elementet të vitaminave dhe mineraleve, sidomos për trupin tuaj. Nëse jeni alergjik ndaj bananeve, nuk duhet t'i konsumoni, pasi mund të ndikojnë gjithashtu në përkeqësimin e shëndetit tuaj. Konsumi 1 deri në 2 banane në ditë është një mundësi e shkëlqyer gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të syve. Sipas studimeve të publikuar në revistën Clinical Nutrition, ky e mbron shikimin nga problemet siç është edhe dëmtimi i saj, sidomos te moshat e treta, pasi mund të ndikojë drejtpërsë në aktivitetet që ju keni gjatë gjithë jetës. Nga statistikat rezulton se konsumi 1 deri në 2 banane në ditë do të ulë me 20% problemet e sistemit tretës, gjithmonë asnjëherë të mos konsumuara esëll. Por jo vetëm kaq. Personat që vuajnë nga intoleranca ndaj produkteve të tjera mund të kenë një zgjidhje më të mirë për shëndetin e tyre duke konsumuar banane. Bananet rekomandohen edhe për zgjidhjen e disa problemeve natyrore, pasi mund të rrisin edhe shumë përfitime për trupin. Gjithashtu, ato ndihmojnë metabolizmin, të nxjisë sekretimin e lëngjeve të tretjes, të hidratojnë trupin dhe sidomos të ndjeheni më të ngopur. Konsumi i çajit të bananes para gjumit është një zgjidhje shumë e mirë për personat që vuajnë nga pagjumësia. Gjithçka që duhet të bëni është të merrni një banane mesatare, t'i prisni skajet e tyre dhe bananen siç është, me gjithë lëvore ta vendosni në një tenxhere me ujë dhe të zjej, derisa të ngelë gjysmë i përbërjes së tyre. Çajin e përfituar nga kjo pije mund ta konsumoni të paktën 1 orë përpara se të shkoni për të fjetur. Është një stimulues shumë i mirë i efekteve të gjumit dhe do ju ndihmojë gjithashtu edhe në një gjumë cilësor. Personat që vuajnë nga shqetësime të tilla, bananen mund ta kenë edhe mikun e tyre më të mirë, duke ndihmuar kështu edhe në një përmirësim më të mirë të gjumit të tyre. Përveç ushtrimeve të rregullta dhe një diete të shëndetshme, bananet duhet të fillojnë të jenë pjesë të dietave tuaja. Rezulton se konsumi 1 banane në ditë deri në 2 maksimumi mund t'ju bëjë të ndjeheni më të ngopur. Fal elementeve ushqyes që ato përmbajnë do të ndikojnë pozitivisht në aktivitetet e trupit tuaj dhe do të sigurojnë trupit nivele më të mira ushqyese. Pasi kështu do t'i ofrojnë edhe nivelet më të mira për të rritur mineralet të trupit dhe për të parandaluar komplikacionet. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprakin ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.